Unë shikus të emisionit Këshia Show, mi se erdhët në një emision të uajnë dhe të uajnë Këshia Show. Falenderit publiku që son të i kemë prezent, do ardërkit edhe njerë për veti. E fillu kështu këtë emision, sepse son të para se me fillu emisionin edhe me falendru sponsorët ata që mundësur realizimin e këti emisioni, e kem një reagim në ka orë prej një ish kryetarit të komunës Ferizajt, Adem Salijaj, që son të do të lexojmë, e kem për obligim me lexu. Thot kështu: drejtuar Sadri Merit, moderatori i emisionit Këshia Show, jam i befasuar me faktin se ju në emisionin tuaj Këshia Show i keni dhënë hapësirë një personi të dënuar me vendim të plot fuqishëm të gjykatës dhe me precedent tjetër penal që ju vetëm të munduhet të shfaqësohet, të gënjej pafundit të shpif gjatë gjithë kohës për mua, por të shkoj deri aty sa dhe të më kanoset gjë që është vepër penale. Në këtë vepër penale, edhe ti Sadri Meri e përgjes sepse ke mundësuar që përmes një mediumi publik të bëhet një kanosje publike. Shaban Sylja është i dënuar për tentim vrasje ndaj meje me vendim të plot fuqishëm të gjykatës dhe e ka mbajtur dënimin me përjashtim të një pjese të cilën ja ka folur ish presidenti Hashim Thaçi, atij dhe gjithë grupit kriminal që kanë tentuar të më vrasin. Hashim Thaçi e ka bërë këtë falje në prag të nisjes së tij për Hag. Kjo ndodh vetëm në shtetin tonë që një kriminal fol kriminal të tjerë dhe vetëm në shtetin ndodh që në mediumet të caktuar siç është edhe Këshia Show t'i ofrojë kriminalëve hapësirë në media për të shpifur, për të njëllosur dhe për të kanuar sërish viktimat që sipas vendimit gjykatës kanë qenë cak i tyre për t'i vrarë. Me këtë rast dëshiroj të potencoj një fakt. Unë nuk e kam identifikuar Shaban Syljën si person që ka dashur të më vrasë. Pra nuk e kam identifikuar as në foto as drejt për drejt, sepse nuk kam qenë i sigurt se ka qenë ai. Atë e kam identifikuar shoku i tij i grupit kriminal Nazim Bllasa dhe është dënuar në bazë të dëshmive të tij e jo në bazë të dëshmisë sime. Përpjekja e Sadri Merit që të më thras në emision për të demantuar gënjeshtat dhe akuzat e tij, të personit të cilin e ka dënuar me gjykata me vendim të plot fuqishëm, pra jo unë, por gjykata është absurde, sepse askush nuk ka të drejtë të rishqyrtojë nëpër emisione dhe t'i vënë në pyetje vendimet e plot fuqishme të gjykatës. Kjo jo vetëm që është e turpshme, por është edhe fyse ndaj viktimave të krimit. Besoj që së shpejti do të shkojë çështja tek organet e drejtësisë, ku do të shqyrtohen edhe sjelljet e një personi me precedent penal, por edhe të një emisioni që bën këto veprime ndaj viktimave të grupeve kriminale. Në bazë të së drejtës time ligjore, kërkoj që këtë prononcim timin ta lexoni dhe ta jepni si tekst në emisionin e radhës të Këshia Show, vërtet e vënuar, por mund të jetë një vërtet pa efekt. E tash ne e kemi obligimin e përgjigj Adem Salijajt, nga cila ka merr regjia nga kjo, ne i bëjmë dije Adem Salijaj që gjatë këtij shkrimi, domethënë neve ka kthyer më na kanos, më na kërcënuar, më na shantazhu. E po ora e dyta, Adem Salijaj është shumë paradoksal njeri, për arsye se gjatë shkrimit të tij dikun i bie 3 herë pishmonit. Një herë thotë që është ky kriminal, mandej thotë unë se kam identifikuar ish presidentin që shpolli pavarësinë e Republikës Kosovës e bën kriminal dhe shumë sene tjera. Por nga ky emision, Adem Salijaj dhe gjithë të tjerë që munduan ta kërcënojnë Sadri Merin, autorin e emisionit Këshia Show, por edhe emisionin tonë, ju bëjmë dije që do të përballen në organet kompetente, që në këtë rast janë Policia e Republikës Kosovës. Një gjë tillë ne e kemi bën dhe këtë mesazh e kemi lajmëruar dhe Policia e Kosovës bashkë me prokurorin ka nisë hetimet rreth Adem Salijaj, por edhe gjithë personat tjerë që kanë kërcënuar në emisionin tonë. Arsyeja që ne i thrasmi njerëz është sepse kanë lirinë e mediave të gjithë të shprehen këtu. Çdo kush që shprehet e ka përgjegjësinë e vet. Aty ku ka liri ka përgjegjësi. Gjithë ju që jeni musafir të emisionit Këshia Show, ju bëjmë dije që qëndrimet e juve nuk janë qëndrimet e redaksisë së emisionit Këshia Show. Andaj keni kujdes çfarë fletni dhe çfarë thoni në këtë emision. Por juve sonte kemi edhe disa mesazhe kërcënuese që kemi marrë, edhe këtu e kemi deponuar në Policinë e Republikës Kosovës. Ka prej atyre, domethënë që hinë me sot 27 vite, ende hinë me dhe shojnë me emër të sërbëve, koliko dusho qes bishti, s'disha pa thot ky, ti pika do të më të masakru, Alban Albi Bajrami, kujdes shqiptar, të heshim e një herë se ti e shpion kena më të vrau, këti dëmon, ju bëjmë apel gjitha atyre që shkruajnë kësi mesazha, që gjitha do t'i deponojmë në Policinë e Republikës Kosovës. Faleminderit shumë shikuesve që na ndjekin në numër kaq të madh. I falenderojmë edhe gojëre sponsorët tonë, është Europaleta, ajo që tashmë e kemi sponsor gati pothuajse që 6 muaj, është pronari i Vizësenit që ka filluar prodhimin e Europaletave me standarde europiane. Gjithë që keni me porosit paleta, ju lutem lajmëroni tek pronari i Vizësenit. Faleminderit Duart të Gitje për sa sponsor venduar.
Është Azteki, kur bëhet fjalë për klima ideale, Azteki është emër që garanton cilësi. Përndryshe tek Azteki mund të gjenden gjitha llojet e brendeve të klimave. Bruno Midea si dhe ka përfaqësinë e klimave Toitomo nga Japonia. Azteki gjendet me lokale fizikisht në Lipjan, në Prishtinë dhe në Shtime. Faleminderit shumë Aztekit, duart të kitje sigurisht. Si dhe është Fati Mobileri, e cila e rregullon banesën dhe shtëpitë tuaj me mobileri fantastike edhe që gjendet në Ramian të Vitinës. Duart të kitje edhe për këto nëse dani pak. Kërkojmë ndjes shikuesve që sonte fillum edhe na u dash me fillu kështu, po e patëm obligative sepse sonte gjithë shqiptarët e festojnë epopejën e ushtrisë ligjore të Kosovës, epopejën e lavdishme të komandantit tonë legjendar Adem Jashari, dhe sonte edhe ne ja kemi kushtuar këtë emision epopejës e kemi obligative të ja kushtojmë fakt epopejës së ushtrisë ligjore të Kosovës. Për me diskutuar lidhje mbi këtë temë, sonte kam të ftuar dy mysafirë shumë special. Janë special sepse ishin bashkëluftar të Adem Jasharit, bile njëri, domethënë ka qenë bashkëluftar që nga fillimi, dhe unë kisha pas dëshirë që sonte t'i ftoj. Me neve sonte është zotëria Emin Lati dhe Iso Foti, mi presmi me do të rrugit më. Faleminderit shumë qërë. Do të rrugit pasi vërtet janë mysafir speciale dhe të vinë nga Akademia që e mbajt kanor direkt e ekskluzivisht në emisionin këtu. Faleminderit shumë qërë. Faleminderit. Na shta shqipenon për jetiri basi jeni pak më vjetër edhe për shkak të respektit. Kena pak dhe vjetë për sa më bërë. Sonte jam nga Akademia, po? Po, Akademia përfitimore, kushtuar komandantës legjendar Adem Jashari, gjithë familjes Jashari. Po e filloj me ty, Baseme. Pra sy se ti edhe nipi tajemejes njeriu që Adem Jashari dhe Hamza Jashari e kanë pos idol. Edhe jem betu që do t'ja morë hapin edhe në fakt du dhe ashtu. Faksini njoh me komandantin tonë legjendar Adem Jashari. Faleminderit për ftesën, urime epopeja ushtrisë ligjore të Kosovës, juve dhe gjithë shqiptarëve. Na e kena pas fatin më njoft me familjen Jashari dhe me Adem Jasharin, pe bobe babgjysh, edhe 4 gjysh, edhe unë me këta djemë të ri, me bashkime, me Lële, me Bekim. Jena shtu familjarisht jena me ta. Kur po filloj pak edhe të Tahiri, kur ka nduhet, se të ka duhet që jena njoft me ta shtu shumë mirë, mbos plezve. Edhe unë jëmë gjuhë për këta trit. Kur ka liftu Tahiri në të dhe nishën, orë, që sa du më kujtojt, jëmë konë në klasë 2, shkollë fillore, orë Shaboni me Hamzën edhe me Ademin, në dhe aty, gjenazit në konë në koridor të udës, që sa du më kujtojt, edhe Ole në dhe aty, kanë pi kafe, qaj e laf. Nesët kër janë shumë i varroj, se kanë bo betimin, që dojna me njek rrugën tone, edhe ashtu ndodhi. Unë e vi për një familjes të Emin Latit, që 6 breza, veç unë e kumë shtu pa vra, tjerë tonë shtu jenë vra. Emin Lati e ka pas edhe vla emnin Mehmet, e ka pas a e vra në kull me Shaqir Smokën, në konë qejtën e Shaqir Smokës në atë ku, e ble ka vërën të shpia e las kullës. Thujnë, atë se unë që më konë. Emini u konë bashkë luftetari Azem Galicës, dhere në ditën e funit. Emini ka pos 2 djemë, Mehmetin edhe Nebihin. Gjalli, Mehmeti ka pos 3 djemë, Nebihi ka pos 2 djemë Beqirin edhe Tahirin. Nebihi u konë bashkëpunëtur i Shabo Pëlluzhës. Babgjyshi Mehmeti u konë në burg për dyrë shkoprive në atë kohë. Beqiri u kohë i burgosin politik, tash me vetë nuk e di, po kohë e di që u kohë i burgosin politik. Tani ndodhe edhe lufta e Tahirmejes, që qyshe ka pas tonë që kanë me shumë 7 gazeta Argjim Zhibau, që ashtu kanë ndodhe, edhe Ademi, edhe Hamza, edhe Shabone kanë do betimit, që na kena me njekë rrugën e tina, edhe ashtu ndodhe. Dhe vërdet. Po në fakt, prej cilit vetë njëni jo me komandantin legjendar Adem Jashari? Qështë thashune, unë jo babgjyshi Mehmeti me Shabonin. Po, në fakt e ka regjia dhe një foto nëse s'gaboj. Po. Mësa e men, Hamza Jashari, Shaban Jashari edhe babgjyshi ju. Mehmeti. A është kjo? Po, kjo është. Kjo është Hamza, po? Po, Hamza, Mehmeti babgjyshi. Edhe Basa Shaban. Edhe Basa Shaban. Dhe më që nga kjo vetë jo, jeni
Një Jo, më herët, kështu më herët e njoft atë. Edhe kështu ka vazhdu, tash kur ka fillu lufta e natë nishës. Më natë nishën ka fillu sulmi parë. Sulmi parë mbi familjen jashore. Unë që më kohë atër në shpe. Edhe jenë shku, kur ka kris pushka e parë, në atë mëngjes herë të kohë bërë, kohë acari madhë. Jenë shku në dim për logjes me iha boba jam Zimeri, Halili, Gjevati, që Halili është edhe i plagun në atë betej, me Vesel Selimin. Dy plakët e pora janë sejtë që ka ndodhur aty, dy plakët e pora janë të Halilit edhe të Veselit. Ta cëllu plaku për pora nuk e di edhin, po Halili u shëru në prëlles të Nagip Mehmeti dhe të Murat Mehmeti. Kë Veselin fatkesisht e kanë zonë adhin, edhe qësh u koha e procedurë nuk e di se si u koha aty, po u koha... Po flitet nëse s'gaboj se më falë që për ndërpes, flitet që në vitin 1991, nëse s'gaboj, ka qenë edhe Basarifat aty, Basarifat jashore. Po tre koha, tre vllaznia krejt komplet koha. Aty u liftu në atë mëngjes herë qësh thuhet, edhe qësh unë ka thonë boba jam, u liftu helikoptera, tenka, besatane kanë morë gjinën për shembull aty të lagjes, kush u shku se u ka pazara, ditë u ka e honja, u ka pazarin në Skënderaj. Tani kush u shku aty i kanë ol, tani se s'gaboj ka posat plagosur nga forcat serbe. Ka posojnë kohë që ishin kohë të Suedi mas mirë e din ata ja. Mandej ka ndodhur sulmi i dytë pasaj me na? Po, tani ka ndodhur sulmi i dytë në natë të 8-ën me 22 janar. Ka qenë Ramazan? Po, Ramazan ka u kon. A është e vërtetë ajo që thu flitet që janë çunë sifër e kështu? Po, janë çunë sifër. Kështu kur më shku tani të neset me mëngjes, domethënë kum najt me Basin Shaban e me Ademën e me ton me ata djem aty kum najt. Kan hongër sifër me zën ro. Jo janë mundu mirë Imrana, po nuk ka mujt. Kur më dolën unë me herët orë Beciri, unë ka thirë Beciri, Besin Meja, vlovi Tahirit, tha që u tha se Joron, tha Jasharve, edhe kur na dolën na bërë, veç krizma të nishtë, ishin ko plumat me dritë, këtë mina hecat, kur na shku i kena po këta mina hecat e kravet që janë, dikush të Zëlla, dikush Mortoja, se ishin lëng aty kur na shku aty në mëngjes. Edhe kena isë. Jënë qëlluat dy musafirat në ato, në qëllu një Smajl të Pilla, një nip edhe Nagipi, jena shku të bunkeri, aty ko vend të bunkeri. Aty jena taku me Kadralit. U ko Gjema, u ko Fadil Kodra, Zenuni, Sami Kodra, Ilaz Kodra. Për tjerë së më kujtuar, jenë ko musafir të Musa Jasharve të Sahite, janë konë Rasim Kicina, Jahir Dëmonko, njoj Dëbrashej, më duhet të kojmë Jahir i Dëbrashej së të është dhaj. Nasër Kodra. Jo, se këmë po ato. Edhe ata ishë dollë për rejthën atë mëngjes, edhe këmë po ata të bunkeri në konë atë mëngjes atë. Që shumë kanë thonë, tani kërëm shku, ju më zajtë me numërën, me Noradin Lushtokën, që ishën shku me cejnën atje, kësën Mucati është i Polocit, jenë shku atje. Musa Meha, ja ka dhënë dimën e por aty në Cikave që jenë plagu. Që është shkuajnë me mëngjes herët, nuk e di ose kush e ka thirrë, nuk e di, po maro me u shku ja ka dhënë dimën e por. Pas drejt, na jena shku aty të shtëpia. Ku jena shku të shtëpia aty, jena zajt ma Ademën e me këta. A kujtuar çka i ka thonë komandanti legjendar? Ademi atë natë si shkon në mëngjes të shtëpia, i shkon te Hetem Gjeci të dojteve atë. Bashkë me Hetemin një orë të aty. Nëse kur hinë më aty nuhet, Basin Shabane ata adin, tha, po ka zojnë, tha qështu, tha, konë, tha, unë, tha thminja, tha, nësën me ro, tha, unë të është ruvanë, ose të e folë sabojë, tash nuk pidi këtë të sakt, tha, i kumë një, tha, dë krizma. Aty në bërë, se homëza i kishë pasetu, i kishë pasu. Edhe, tha, jena në orë, tha, kena nguherë, tha, se krizmat moja, edhe tash ku kanë dosh me himrana nëd, që kanë posë një derë për rrugë, e kanë tyja dhe edhe kanë dosh me himrana. Dhe kërë himrana këj kushtrimi, djoli Ademit, ja ka gjuhë bumën pisnolti. Edhe tash e kam atë skenë në kry. Babësh, i ka zëjë këtë Ademit, babësh. Kanë gjuhë, po kërë himrana ka kërësit shumë, ja ku gjuhë bumën edhe sëllë ka të në koridor, këtu parasyve kam atë skenë adin. Tani të mëngjes, kërë ja ka njësë më zdrit,
ja ka nisë morë këta t'laushe, se Aqareva, Sulema Selime, Rezolla, Ilas Dërguta, Ahmet Zabejle, dhe tjerë, Prëkshtja në Orëzën, Prëkshtja, Skender Prëkshtja, pe Poloci, ata që janë kohë morë, mëse civil tash këtë nuk shku mujtë me mojtë, ma janë kohë Cene, Ilas Koqa, edhe zdi dhe një kushu kohë. Po janë nisën mu të bugjinja, edhe aty thanë, na do të me vazhdu luftën dhere, qyshe kena nisë në 91-ën, edhe desat që erën në 98-ën, 2 sulë me ubonën, na milëshu vanë s'kena milëshu, edhe kena milështu dherë shlirimin në Kosovë, se sot në rrejt damori. Edhe ashtu në duhe. E vërtet. Po, mandej vinë tek Basokra apo sulmi i Likoshonit, apo? Po, edhe aty unë ganjëm qëllu. Ganjëm ju më zatet, se ta dikur ose me përgatitja në aton, po unë e kom pos një qatë dhongrën në rjetë me mejtë, në dhe thash, hajtë dalte për qile. Ta shtu shku rrugës e për qile, unë e kom pos veçaltina, ja ka pos një aftomotë dhe një lavashkë. Tu shku rrugës, hajtë, uzajton me dërshuk, pipina ka i cigare duhan, ata ishin kohë të milë të shoni më i shaboni me vlazni, e pitëm ka i cigare dhe u vazhdojmë na. Tu e rrugës, një i praluvqet, që më duhet për maqë më rësë. Një i praluvqet me një lot, e ka pos një lot karavan në bordë, i strefi, po vjen me kërë për kënejna. Edhe e noli kjerën, tha se kërës tha të shpija, tha me të lypë, tha po, tha më ka dzoj, tha gruja em, tha që jeni njësa për kënejna dikon, tha ka krizë tha në Likoshan, qka ko tha nuk e di, tha po do krizë më tha e një. Tash po kthejna për marror me tash edhe që kësha veçaltin. Tash po dhe në Gipi, tha, jetë qemë një tha dikon, tha ta një zatetën, tha ju pres, tha në që po bonat. Dhe na jena njësë për më shku marina me kërë, se aty as kena një krizma, as kena po helikopter, dhe jena hymë kërë. Se hisë absolut s'kena njësë aty, po jena hymë kërë, të duket, dhe të qerejse duket. Edhe na jena njësë me kërë për anejna, valla si na shku me thonë 2 kilometra. Se si ko ma shumë 3 kilometra për i vendit ku i na hypë në kërë. Edhe pishu i na helikopterin të orë për kështu. Veke kështu nga tuk edhe veke të bo kështu lesa, vorë që shukon rruga. Po nëse, se këna ti. Tash, na të eca në helikopterin të orë për kështu, për ja baja tina i se thashtë ti gjallë thashtë këtheje, thashtë se do më na morën qafë, atë se dëshëm qa është të bo. Edhe është një shpi, edhe se do shtaja shpi, qatë e kena në olë kjerën, edhe kena nisë më këty, në qatë ko orë, pe i venit që aty ku kena nisë më këty kjerën, me thonë, është 150 metra, 200, është lartë, po u kom aty si këthejsë. Edhe aty në olë helikopteri, gjuje, nëse kena po që ashtu më bënë të. Se kena po veç ato e po shumë të gjuhë. Edhe dollë këtë djoli mi gjuhë për i prezure së kjerët edhe këmë kopë. Thashtë, djoli thashtë ta gjithë të grava thëmi të nga bërës aty në rije. Edhe jena këthy. Se jena shku të venin gjores aty. Edhe na jena këthy me kërë, kena lonë helikopterin të gjuhë aty. Edhe jena nisë për kajna orë. Të shku rrugës, ku janë ko vurët të dëshburën në Kralica. Tash nuk janë, po atër janë ko. Tash atëm që e ju më zajtë ma Ademën, Adem Jashorin, Nurad e Lushtokën edhe Ilir Lushtokën, ju po shpitra me dëve labdiju të qëvë, sa ta dëtë janë në dekën. Edhe e në ola kjerën. Me tha qka u bon, thash valloj, thash në Likoshan, thash... Kushta qka u bon, komandant? Ademi po. Thash qka u bon, thash valloj në Likoshan, qështu, thash kuj strejve, thash po dhe që diska do krizma dëna, thash po helikopteri orë dhe në qëtë ven. Thash ka gjuhë sa ka mujtë në qëtë ven. Thash, nasi na shku me qërë, s'di qka u bon. Ku për shkët, thash vallaj, po shepi marrë orë me të shpija, thash se veç me altija din. O po hajtë ta po shkëjone, veç ka gjuhë atë dhe në cilë men orë helikopteri. Edhe qa u bon nuk e di, veç ka gjuhë shumë. Qa ka posë aty nuk e di. Edhe unë ku me i sanina për khasë më shumë i morë ormet, Ademi unë isë për lëftë. Edhe unë më shkuj po morë ormet, tani ka në këty dedikojnë orë me kërë, tani jena kom, se tash se dhe shumë helikopterit, qka është të bon. Jo më zajtë me 2 djenë të Mikushnicës, dhe po ma bojnë, tha, të burë, tha, banë, tha, më orë me ty, thash po mëre, thash po pa orë me s'keni qa me lypë. Jo, tha, kene orë me ta, po s'po kena kuna më jo bashkan gjitë. Nëse një unë Dastan në duke të ka po sem në Mikushnicës, Dastan Rezepi, kërë që unë kom, e kështë posë avtomotën Jugoslav, tjetëri një qëmë fishek. Thash po që si burë është për na vynë edhe jena nisë. Jena shku dhere të Ngofi Letojna.
të gofilet, kër e na shku, orë helikopterës, dhe na shku të gofilet, helikopterës s'ku po. Se na ora vdërshove, se ka e na shku. Edhe, jena hinë malë aty, ka i helikopter, ja kena njësa petë kena barë. Kër e na shku aty, e na shku bashku ka ndu dhe rosti, a i kështë pas rost shpis, a i kjerë, edhe na hinë mrana, kena po gjak, në kjerë, në mrana në shpi, që në midit të thyne, kajta, pa banu në kona e shpi, si shqitore diska, që në midit lam, kjerë me gjak, aty mrana gjak, e po që dikush o vroa, o plagua, po kush se kena dit. Në qatë ku orë dhe helikoptere e herë, na jena konë shpis, kena livrit, edhe ka jetë, jena dollë. Kër jena dollë, për aso i shpis, me thonë, ja 200-300 metra është një malë tjetër, orë dhe apet, edhe ka gjuhë dikush për i gofilëve. Për i gofilëve aty me push ka gjuhë në hera 2, edhe aty tani masanin, më ka thonë që ju konë buja i kushniqës, po unë po se kam, po se pislorët aty është Livia i Lore ka gjafart. Edhe kena gjuhë na, unë në Gipi, se aty harruva me thonë, i shkoni ne pa të në shpi, kër jena shku qaj smajtë të pila, dhe e orë me neve, e kena gjuhë me push të gotë, me 3 automata, se 4 automata e kena gjuhë, helikopterin, edhe u këthyra nejna për Likoshan, e na pe mori në nëzit për pjetë, për me dorë të shpija në Gipit, një unë i shko të morë sonë për lupa, të vënu një sona, nuk e di tash ke qa u konë, i shërëzu për sona, edhe i shdek njëri. Edhe helikopteri nga ta, edhe tash ku shku ma të tha valoj, tha, u dek boba, tha valoj, s'kena qa me bunga, ka urëzu për sona, urëzu. Edhe na jena shku atë nalë, të në Gipi, kena kësyrë s'ko kur gjë, edhe jena rëzis të pusht, zi që shëtojnë atina parvani pa shku të Cirejse, jena zatëjet ma Demin, me Sulejman Selimin, me Avni Hoxhen, Ngani Gecin, Musha Bonin, edhe këj grupi ju që jena kona, o këj Marinës. Rifat Mziu, Gjafer Kuca, Miftar Doni Aqarejeves. Miftar Qerimi. Po Miftar Doni, Miftar Qerimi, po më mos e sajme me të lez. Avni Hoxha. Avni Hoxha, dhe jena njës për anina. Jena shku në Qirez, ka posë dhe civil shtu tjera të në Qirez, po me orme nuk jena hoshëm. Edhe ademi po dhe tha me shku anina pe jonë më sprëkshve pe i vërbufci, tha me këshyrë tha ku janë të vendusën, edhe ma buni mund, tha e me, tha u komi, tha me shku anina, po gjëjtën ata prëksht, pe aso i bjeshës anina, ja tha mësë po vroni, tha në mje vejtë. Edhe tash jena shku të dëshpia nga të përkazëve të Qirezit. Aty u konë gardë, koja 2 shpia, edhe unë alëm ndesë aty shkum, edhe tash për dhe ta dej me tha, kush për shkën, tha me këqyrë, kush e në gjetë të rejnën, tha me shku me këqyrë ku janë vëndën, kur janisë mu të rru. Edhe me shku me sulmun, tha ma sanejna. Morë më në kalzu, u që muja i mikurnisës, tha, one, tha përshej, tha se i kam të zoka, tha di, tha kun punu kësa edhe në për të, tha, u që u tani Ngani Geci, Avni Hoxha, Gjafer Kuca, Amir Hoxha, Musha Boni. Përbana Musha Bonin. Po kë i Morinjës për kë Rifat Mziu. Që ta jenë bon, edhe jenë shkuanin. Ademi tha shkër, këshërni, edhe hajnë në kalëzëni, tha, ku janë në vendusën. Edhe këta Mziu të rruje, jenë shkuanin, na pi presëm ka unë. Valla, ka zgatë me thonë, ja 15 minuta, dhe i kanë mërja të 20 adin, kur kanë krisë pushtë. I këshën pas gjukë ta adin, ta që jenë shku atje. Nëse masanajna që në kanë thonë se që kanë duhet atje, ose di që kanë duhet. Veç kanë krisë pushtë, me thonë, ja 15 minuta, 20, që u bo një luft, këgja e eger aty. Po në otë mu posu poke, gjujke me të lesë që këj miftore ja qarejves, pra jetë porë kështë, kërë niva me të lezën të gjithë valo, këgja një fu më rritë farë zemë, se këgja krizme në mirë adin. Edhe tash gjatë këvë prit, ademi, tha s'ka bo më, tha s'u këthy më unë aton këton. Edhe tash ademi ka në punt, i kesh punt e vejta, ka në lug i kesh, në prekaz, se i kesh nduhet rosti i sulmit. Tha valoj, tha bura, tha unë atje, tha lug, tha punt, tha knejna, tha lug. Tha unë për vazhdej, tha nërë në prekaz, tha se mësë po më duhet, tha najsen. Tha ju këshyne, tha naj kush, tha këty nalnu, tha edhe po në tani ma ademi njëm njësa nejna, unë ademi dhe jatë 2 vejtër, jam e gjithë para nejna.
Dhe në Gofilën ju më shku me Adejmin, Adejmi ja ka mojtë për palac, unë jam hi ora për ora dërrot për me shku të shtëpia, që aty jena do me Adejmin, në rastin e... Po, kalojmë pak edhe tek Basajsov Huti, që falenderojmë shumë sonte që ka gjetë kohën me qenë prezent. Faleminderit. Nëse zgaboj tek Likoshoni ti Basajsov mandej i ke të rejtë disa të plagusër. Po, se mini që ceki, atërin kod plagosën Sabit Geci, Sabit Ladruvci dhe Musi Ashari. Ata ishin plagosët ma letë, kurse Sabit Geci ishte maran. Se Leqi ishte i plagosët për helikopteri, po edhe i rosh shtëpis aty edhe keru bollam edhe u lëndu edhe ma shumë. Edhe kështu që shumë bashkëluftetarë që ishin që i përmeni me një aty, atër ja dhanë dimen e parë atyne, edhe i strehun një shpim që ishë si podrom aty pe guri, dhe i soqit bjeteri, edhe për me dëpërtu me i prunë në për Polac edhe me i qu unë ticë. Atër edhe na që ashtu veprun, komandon të legjendar Adem Jashari, na unesën për Polac, a erdhë në Polac, edhe ishte duke pushuar në aborën e xhamis në Polac, edhe erdhen të gjithë bashkëluftetarët aty që ishin konë në atë betejë aty, po arreten edhe të plagast. Kur arreten plagast aty, tha, Goni Koci që drejtu, dohet dikush me ditë terrenin këtu se, si pas informatat që na erdhen, tha janë të listat e zonit stacionun paramilitarët serbë. Edhe tha unë dhe të shkoj të vëzhgoj, po të plagastit do të me gjithë dikon besnik që i mërë të plagast me shu për në ticë. Edhe ju drejtu Gonia tha po, e kam një gjallë. Goni Kocës. Goni Kocës, po. Goni Kocës atëherë, i tha po, Adem Jashari tani tha, pro veprani, merni, shteni tha në ladë, unë koni ladë aty, në kërë, edhe unë atëherë im shkue, tha të të pushuj në qytet, dhe të zgjenë një problem, unë im shkue të një kusheren Verhuti që i ku morë kërrucën Kolin, edhe i morë dhe aty, edhe Adem Jashari bashkë me Nuradin Lushtakun edhe Fadil Kodrën, Sulemu Selimin, edhe shumë bashkëluftetarë të tjerë, kanë shkuar për me këshyrë me vëzhgu venin në fshatin Polac aty, a janë as janë me këshyrë për me dollë të listat e zonët që i të na, për me që për në ticë. Edhe aj na tha rrini qëtu, e atëherë në që ko krizma, mos i nisni të plagastit ne, që s'ko krizma, tha i nisni. Po para se me shku atje, arriti Goni Geci me Gjafer Kocën, Amni Hoxhen, Rifat Mziun, arreten aty dhe Goni Geci i raportoj komandonit legjendar Adem Jashari, ishin 4 të vranë për një shtëpie, 2 ishin Beneq, ishin djemë të Sheremetit, edhe ishtë një bi e Laushës që nuk ja di ka të emnin. Tash do këta e grua ku emnin Ruka. Po para se më falë, se ti ishta për dërpej që të pasajso. Pra ti po thu se kush i ka të rejka ata të plagusëre, se qëto duke spjegum që si do. Do më thonë... Na, une do më thonë me... Kush ka i me nëzirë ata të plagusëre? Të plagastit, ata e në konë pralaftë, pe pralaftë, ata e në konë në mbrojtjen e ushtorëve, që u kohën në atë pozicion që i ka qenë komandant të legjendar Adem Jashari me ushtarët e vetë, dhe më thonë ajo ko e lirë, se helikopteri vetë gjujke edhe si janorë këta e kanë gjuj helikopterin, dhe më thonë, edhe helikopteri u tërhjek për atë ujtë. Forcat serbe në ko për atë ujtë. Kushe ka gjujt helikopterin pa? Po komandant të legjendar Rifat Mziu dhe shumë bashkëluftetar që unë jam në pozicion tjetër, që jam konë në tjetër pozicion e mini, unë tjetër që nuk e kem ditë kush e gjujti apo anej apo knej. Po pe unës tonë ka gjuj Rifat Mziu. Pe unës tonë ka e në kuna pe dëshelëci që i tëjmë në edhe boksi, e ka gjuj Rifat Mziu. Në tonë në anena nuk e di, se unë jam shku ma vante në anena. Po me te kalimin që na pështum pe helikopteri, hinëm një shpi atë, unë jam ku me Ardian Hutin, Samedin Hutin edhe Mursel Aliukën që në djerin është tash i pa aftë, e falenderojmë së si Mursel atje ku është. Po e kjo edhe një rëfim interesant, ku thu, dhe më thonë që komandantit legjendar ka bisedu me Gani Gecin dhe Gani Geci ka kërku që me shku me i të rejka, qësh është? Po, ja, Gani Geci veç orë, sa atëre janar të plagast, i kena pruna në Polac të plagast. Po? Edhe veç Gani Geci ka orë që i ka raportue komandantit se këj kish pasto komandantit që atë shkojt, unë ti gjuj atje, komandantit kishtonë, unë nuk kisha thonë as me shku, as mos me shku, se është terë, mos përnavrohet kusht, se nuk pidim gjendin qësh është. Pro ti
Qush dush vepra, atëherë ajo shku Gënia, me grupin e vetë si e mini që ta, edhe kur këthy këtu të xhamia, Gënia i ka raportue komandantit legjendar Adem Jasharit, edhe i ka tregu që ishin 4 vllaznit të vranë, 2 bineç, edhe ish një bi e laushës aty ishe vrane. Aja kesh emrin duket Rukije. Po, Rukija ka qenë. Atëherë, komandanti legjendar ka përcedu me Gënin Kocën që si ma heret që thash, edhe mu ka drejtu muhe, edhe une ju më shkua ku marrë kolin në shpe, të Enver Huti, ju marrë dhe aty, kur ju marrë dhe ne, komandanti veç ish pas shku të lisat e zonit, që i thëmë në aty, edhe kanë bënë shkembim të armë 2 parve, edhe për nga una e paramilitarëve shkje që i këshin zo pritat aty, po edhe nga una e komandantit legjendar Adem Jashari me bashkëluftetarët e vetë. E vërtet, përse shpeshherë edhe kër e kom pos Gani Geci në emision, e ka spigu, dhe me thonë këtë rast edhe pas ka pos drejt. Po, qëre, aty ka pos shumë bashkëluftetarë dhe të shotit Polat që kanë qenë Isen Gucati, ka qenë Alin Gucati, Ilas Kuca, ka qenë Qazim Zoni, ka qenë Gani Kaboshi, ka qenë Bastrit Zoni, Gjavit Kerulli, dhe me thonë e prezent që më konë aty, kanë qenë edhe shumë të fshatit Polat që në kanë dhonë dim që s'pom kujtojnë edhe emna tash këtë moment. Aty, unë kom vepru, dhe me thoi, kom morë të plagastit, lodën shumë, ka sa kokë i hotit që i thujmë na, ka kajta skuca që i thujmë na, edhe i kena quë për tic. Unë tic, pak pa i quë pa dollë, mi ka përcuj asfaltin aty që i thujmë na në mërin, aty në pozicione, ma herë të dollë, Rametlia, dhe me thoi, Alen Gucati, Milazim Zoni, edhe Rasim Keqina. Rasim Keqina, Rametlia që thash se kam dina për ta, se konë një luftetar shumë i ashpër, edhe konë 5 ditë vetëpara të ushtrisë trimtare, edhe pak u emocionuva kur mëra Mandej vim tek, po, mandej ata e kanë zo pritat edhe na kanë kallzu që nuk ka kur gjo, une i kom qita ta me loda, nej si janë dollë, e kanë ka përcy rrugën aty që s'kesh mo rrezik, e kanë dhejz lodën dhe i kanë qunë tic. Po unë në tic nuk jëm shku, unë jëm shku tani me Sulejman Selimin, Gjellahir Gecin, Musli Gecin, Recep Selimin, edhe Gani Gecin, edhe për momentin s'pom kujtojnë edhe 2 tjerë janë. Ku i një shku? I kom quë në Gani Gecit Mlaush. Mlaush. Dejna veç tuja që u zdet saboja, veç janë nisim u zdin 4 sabojt, atëherë Gania, unë tha, duhet me bujt të se rrezik, thash, jo, s'kam nevoj me bujt, atëherë na këthyë na e me Faruk Hutin, Ferki Kaboshin edhe Begjet Hutin. Jena këthyë na me Keruc Knena edhe na orë, dhe me thot të shpija ta, mu në gjorja ka ndodhë qështu aty në Polat. Ma dhe vinë tek 5-6-7 monsi, Basemen, apo? Po. E si ndodhe 5-6-7 monsi, Basemen? Mas kësaj që përmeni Qereza Likashoni, për këtë pjesën e të plagunëve që ka ndodhë aty të reke aty, nuk e di se shumë po prezent, edhe së përzila në të farkunës se nuk e di. Tani, gjatë kohë, bashkëm ka pak rujë, në tonë këtë tonë kështu adëm aktivitete, më rritë pak numri i UQK-s, për shambull, se edhe duri ushtria shkrimtore në skenë me 28 në ndërë. Ditën e ditëlindjen e komandantë në atër shtatën që duri në Laush atje. Po, e mësuesi që të vrapo edhe tani u kohë dhe pak angazhime, për shambull, që është mi rritë numrin, për shambull, të UQK-s, të shtarëve. Se qatë ditë gati, unë e që shëdi, qatë ditë ju ka dhonë gati, thuja emnë kërë ndolle kanë lezu letër në shtria shkrimtore e Kosovës. E qështu në aktivitete, ka pak i nalorëj, po dikur adej me prunë i vendim, tha që gjithë kush me shku, thane për venat vetë. Tha edhe kur njët një krizë më dikun, tha mas pori tha me qitë njëri në burët vetë, asit njësët, që më thonë që u banën shumë krizma, po ko shumë gjenë. Edhe ashtu ndodhe kështu në realitet, por ma pet nuk ka posë shumë. Në atë kohë, për shembull me 5-6 mars, për shembull me prekaz, me emnat e në gjeton valloj, që s'kanë posë orë. Në shpijel ashtë kanë posë orë, po... Po flitet shumë herë, Basemen që të ishtë në më ndërpej që jenë fund që kanë me orë dhe orë, ma dhe me ashorë dhe që kanë orës një herë, cila është e vërtetë, më fa? Kanë thonë, po atë për aty sene, kanë posë më orë dhe qysh, për shembull ata e dinë mirë se unë kom posë kontakte edhe me Sylin, me Rejzen, me tonë kom posë, kena posë tanën.
edhe me ta, po mas mirë e din, për shembull e din ta Fadile, Nura, Fadil Kodra, Zenën Kodra, Nuradin Lushtoku, e din këta ma mirë, për shembull pak mantel nuk e. Me të bëni pyetje direkte, a është lanë vetë Adem Jashari apo ju? Është mundësi me ndihmu se shpeshherë flitet në për studiet që e kanë lanë vetë Adem Jasharin kështu. Po, çaty po du me dal, edhe tash Ademi tha mos kep tha gjithkush në përvan atë vet. Edhe kush ku të mundet me ja kërsit. Edhe ashtu ndodhe me 5 mars, me ngjes herët. Po gruaja më ka thirr, tha se krisi tha te Jashart. Jo më dorë për ardë besire i po shpirtara me vllovit të ahiret, i shorë aty për më më thirë, edhe jena njësë. Logja ju një ka njësë milshu logjen grote, burat, adin, me 5 mars. Kur jëm dollë në farvani i thujna bulver, jëm nolli më këty shpijat adin, se duket për i aty, Vallaj, zëresh mi po për shembull të isë edhe brave, të ikë me traktura, me grohe, me thmirë, ishë këgjaran kështë mi po, adëm. Bile pikëshyre grunë me gjyshën, ishën mejtë, na bërë zishën kam jamu, se atë bobën e këtane e kumë posën jashtë, ishën mejtë, si marrë kërkush. Po da një dikur hypen merë këtë djoli i Besiret, i Lire, Naseri, morën e shkujnë për lefës. Rëpë të mijët, Besiret janë shkunë për lefës të Nagipe, edhe na jena shku të bunkerë, na zatejt me e sata, të Jashart, jëmë zatejt me njën të Jasharve, mi bunker aty, Ardione. Se gjithë më stilët e emri tina, Ardione, i shko me i push, bile i shko për mi, adin. Edhe pja po Besiri, po shpita, qa po banë, tha ti këtë, tha, ku janë këdralit e lështak, ta pasha zhjo të dhe zdi. Konë të Jashart, Kreske, Tëp, Tenk, Çka kanë posë për artillerisë batron? Veç në film akun po, aty mas porët e Jashar. Krizmat, se këtu... Edhe Besire tha, pasha zhjotë, tha këta e pat. Në qatë ku, kër këna mërindat e bunkerën, dollë ka shpia sa hitë të tenkat, autoblindat, e në orë ka funi bunkerët, në qatë pjesë ka gju Alim Mucot edhe në Naim Lushtoku, me Mitellez, po sa ta shumë fishek, unë kanë thonë, po unë krizmat e një, se të kur s'ka gjua, dhe? Jeni i krizmat e Mitellezet, e tani mos arena ku morë veç që ko Naimi dhe Alia. Edhe unë e Besire, këtu e kena gjumë 4-5 serë, ma shumë s'kena gjumë se pej bunkere. Pra ju një nisë me... Po, na jena shku atë dhe të bunkere, në orë 2 pleshe në kona atë ku, adin. Thanë, jena një pat Jasharve, ka janë kona atë ty me në di, asë nuk e di, ka janë kona thajnë orë, thaj minimum një pa. Thash, na me orë, mësë mujna me hi minimum. Thash, ju pa orë, me që dhe një minimum. Thash, po monja, thash, që sajtë edhe esni, thash, se s'ka shonsë me një, se s'ka posë shonsë, se në qatë ku, erdhe në tenkat aty për funi bunkere. Edhe ka nejtë, ata njën u vrojë dikon të livodhët e tëna, njën u plagu me zga bufra, aty shonsë, se gjinja, unë e di që, po thujnë që më kanë thonë edhe mu, aty shonsë, me hi të Jashart nuk ka posë. I gjallë. I gjallë, kështu s'ka posë shonsë, kështu s'ka posë shonsë. Po, fatkesit, për shembull që ata gjinë që janë kohë Çkepën, që ka posë në Lausha, Qareve, për shembull dhe Rezol, Laushës i hinën qatë ditë, me nëgjes, u vrojë njoj Laushës, që mësë mujtë me orë Lausha, për shembull ndim. I hinën në Qareves, qatë ditë me nëgjes, për mësë mujtë me orë, për shembull ndim a Qareva, që ata ushtorë së janë kohë. Kohë u barekun të Marina, për Rezola nena, që mësë mujtë me orë Rezola, në prekas teper, unë alën ku ko bari Roma, unë alën në Tërnafs aty, janë hive që trusa, mësë milion më orë tak nena, që ata që janë ko orë, do me thonë, ta në unë t'i kam bloku, që mësë me mujtë më orë në ndim. Pe këdralive lështakve, në qatë ku, kërë në orë tenka të qitë rejthi kënena ka bunkire, non pushtër aty, të jona detë edhe i bibord, është në mes gjështë me logjen tërë, me logjen meja. Edhe pjesën e dushkellëve, jënë ndollë detë shpija më romë logjat dushkaj, dhe në gjystore jënë ndollë ham tenkat edhe policia jënë kohë kështë të komë. Do me thonë, 2 të komë. Ka kriz për i këdralive lështakve, në qatë ku, se dhe qatë ku s'ka kriz për i këdralive lështakve, veç ishin pasi. Ka kriz për i këdralive lështakve, kreske kënejna tupe, tenka, me na hesa, veç kështë të tem floku, dhe kriz ma pe orë me kështu të vëgla, ajë zëtë. Veç ajë që konë aty, më në mërë se të tërkush, mundet me thora.
Edhe tash Besiri pas Peter Ahmet, tha e men, tha qërë, tha e patën, tha në mundësinë, tha mos ujmë. Alzati më tha bilim me janë në pore. Kër ja shku të Këdralit, të shkolla, jenë Alzatet, me qëta qaj për mena ma heret. Një me të lezu konë, valla me ja 200 që pa kështë ka 300 tybe në disoj ka posaj. Aty kom po të i gratë, thmin, të vesh. Të vesh, me traktura, gazep, plumat veshen, së shemi morë me men. E kanë provu me hi, kështë gjinja, jo kështë me kalablokët, ma i mu afru detë, po shansë nuk ka posë, mu afru e ka provu gjema, e kun provuën, e ka provu Besire, e ka provu dhe shumë tjerë, po shansë me hi, te jashartë nuk ka posë. Kështë shansë. Ma unë është që janë lëmë vetë, po s'ka posë shansë me Jo, hi. s'ka posë, unë e kalëzova, që ta burat që kanë posë orbe, si lausha, qareva, të tonëve ju ka, dhe me thonë, laush që të vro njëri, që i kanë hi. I kanë hi qareves, i janë afru të rezolla. Dhe me thonë, veç prëksh që kanë mujtë me orë, dikur prëksh të orë pak ma vënë, që i të janë prëksh, a dy? Po. Mësamen, po kush ka shpëtu prej 5-7 monsi, që njërin prej tyre e kemi pas në njerë prezent, po fatkesisht a i ka ndru jetë ashtë, ka qenë Agip Jashori që ke qenë edhe ti, me Skype Musafer në atë kune, se kujtuat. Po me gjashtën, o zajta me babgjyshin. Babgjyshin tanë? Po me babgjyshin tanë, a me të shtatin, vallaj, tarë s'pildi. Po më shtjele shtu ka pak edhe, tha e min, tha, bashkimi tha, ka pështu. Jo, përsu shtë më ishme me pështu. Tha, kom që, tha, dejnë filan ven, në Mikushnic, po kër e në shku aty, aty kështë posë rasë deke, e kështë në qumrit të tërven. Edhe tash unë tash për lypi, tha, jo, tha, konë, tha, me Qemoli Jashorin, tha, e në hi, tha, brana, tha, bashkimi dhe Qemoli, tha, e në hi, tha, e kam pika i bardakton, me dhe të isha, tha, dhe ta në kërëm dorë për jashtë, tha, i shkon Ragipi, Bilale, tha, i kom qurë, tha, dhe atje, e jom shkut në jesë, me të shtatin. Lëpe, se ta në umina e farë, edhe e gjita. Ko shkova të ishin konë Ragipi, Bilale, Qemoli, bashkimi. Tash po thujnë, tha, dhe Shekipi, tha, konë, tha, dina i sanë, tha, që të zdi, tha, se te kryurni, tha, jena do. Tha, ju me, tha, te kryurni, tha, jena në një tru më nalt, tha, mu, tha, zdim, tha, për fotën e tina kur gjë. Tha, që e sanë zdi për tonë. Tha, po shqyqyr pas këtë pështu, jo. E men qa është të bumë atë, tha, shvallo, është të bumë, me zvetë. A zvetë zisha me jaspegu, qka ishtë të ndodhë, tha, du me dollë me këshyrë. Tash ata gjëtë e shpis nuk dëshin milion me dollë, se më s'pë ndodhë, sa në dikur bashkimi bëndohë, se dhe dëllëm. Veçë në bashkimi dëllëm, një farmani i thujnë e jazbina, duke një asha shtu si në shuplok dëres. Edhe unë gjëma të e poshëm jasha të si me 5 marë në ditën e poshë, si me 7 marë, kër jena dollëm në bashkimi, e njëti luftë, kështu pa kur farë ndërprejri. Edhe ka qitë me të lezë një qemë që ka posë, ka qitë brani, na unë që kam krye që kena dhe i skajtë cilore dohanë. Unë në automatë, më posë, bile ato nga dhejme më ka pas dhonë, ka 11 notës. Edhe që të më prahen, edhe parri, edhe pikëshyre. Edhe më mërzita tash, dhe kene kemë se minimum, se shumë minimum, kur gjë me boje, edhe më mërzita. Edhe ja, po ma bëmë bashkimi, tha, u e min lote, da qërë, tha, na, këton këtë punë, tha, kena prit, tha, këtë punë e kena posë ditëme, tha, mu mërzita nuk dëhet, tha, na du të mi vazhdu, tha, rrugën, edhe ja ka njësë një kom me kënu. Me kënu? Po me kënu, edhe mu nga lakë ty betë dheke në kemë, zvërë se shamja punë, o në ola pikëshyra, dhe që, a është në regullë. Kena najtë, po janë një orë, kena najtë aty, s'de shumë qa me punë, edhe jena këthy apet aty, janë njësi të jere, janë njësi kështë më të rëmë, mos o dëke kështë, veç krizma të njëshën, edhe jena këthy apet aty, tani për atuhet, jenë shku me Ramarome në me ta, të Bakea zdi që kam në Ashlan, tani shku e të Ramoni, tani jena shku e këna morën në Agipi, morën për dhe, se jena ku ma pispirika me bashkimi, i kena posë variant të aty venë, tani orën për dhe, edhe ta shumë shkuva në Glana Sel, unë ola me morë danë, edhe për për hi, pishe i telefon aty, edhe për abaj, thash, aban me full, thash, me si telefon, tha përmëre, thash, jo, thash, kështu që tërë ditë, kur du, tha mund është ta morë me full, se me pore kështu. Edhe shkuva pika dhe bashkime, thash, qështu,
për më shku me full me Basin Rifatit, se banëm lafë në pak ma herë. I kena hypë kire të në Nargipi, Shekipi, se tani edhe është Shekipi, ose me Shekipin se ose teta, se më tha më bashkime, me zhjo kry lufta, tha me shku, tha në nëvët, tha me këqyrë, tha, është një automat. E tha me morë. E ata shku më në Nargipi, drejt e nga shku në shpeja, të kena këqyrë i mëzadit me këtë dhonrën e ty në monin. Tha, tha me sprek një tha kur që se na tha, ajnë nga ka dzejt s'ka me morë, dhe e këshyra në sejtër në diska dikojna, s'kish posë kur gjë, edhe këshyrëm ku na tha bashkimi automoti si shko, edhe kena, edhe tash po vinë gjinja për mi vërhus, për mi qilë vërët. Edhe jena shku në Nargipit dhe aty, kur pishësh ekipin, a ke pështua, po, tha bashkimi, tha s'di sa bon këta tjerta, dhe tha që bashkimi këta kanë pështu, ku janë, thash valla, oj se di edhe, zdesha mi kalëzu. Thash Ramoni ka morë, thash ka u shku, thash nuk e di. E ku shku vaj ka zuba bashkime, thash qështuja, tha ka viju, tha me thonë, tani ku ka zuba bashkime, tjena ta ku. Thash ku me full në telefon. Po në Nargipi, Shekipi, bashkime dhe shumë dhe nasit, atër u anshë shki policia në për, se u kom zënë e lirë për ta nejna. I zënë prit atë me full. Edhe po flasëm me Basin Rifat. Edhe ta shpibojnë e rizjabë, nëse fulli edhe me bashkimin. I ka zëjtë qa ka ndodhë, te ka ndodhë. Tha... Edhe ta shpibojnë nga telefonin, pibojnë e Basit Rifat rizjabë, që bre, mërë në bashkimin nga tonë, mi qitë dyqysh, adem, mi amush menën, adem. Qërë, tha, e min loti, tha, na, këtë punë e kena ditë. Asin njëre, tha, me smetë në Kosovë, tha, jo punë, tha, do të mi vardu. Asin njëre me smetë në Kosovë, që kërë si tas njën, tha, tani bashkimi, tha, mundet me dole. Kështë ta është? Basit Rifat. Edhe ashtu ndodhi. Sojtëm i binda, as Basin Rifat, as bashkimin, për me dole jashtë, edhe janë nisi muzjanu ushtria shërimtore të Kosovës. Vim, bandaj tek varrimin e se s'gaboj, pasaj Sofë edhe ka morë pjesë në... Pra atë pjesë nuk e di, se se kumpoj. Dormi tek pasaj Sofë, ju i kini hapë edhe varën, nëse s'gaboj kini morë pjesë. Po, që mini që përmenim me 5-6-7 morsën edhe na ishëm një grupë të shotit pëllat që ishëm do ma heret që ishëm kysh me komendon të legendarë si Sen Mucoti, Alia, Ilas Koca, Gani Kabashi, Gani Koca, une, Naim Kerolli edhe i Merkoca. Edhe na e dilshëm peonës kodralive kënina qështa e mini që i kanë atësish, janë mënun kodralit edhe lështakt, në rëdhin lështakun që për shpis tina janë shkep armet aty edhe ta herë kodra, pe i vorët që i thëmë në telken edhe i ka shkrep edhe një, u kome me tërles hunë që i thëshin oficirë, nuk di së da ditë kush është taj, ka gjume me një PKT e ka pos ka shtin ta, po rezultat mirë s'keshëm se s'kesh fishek për me gjuaj, nuk kesh bal fishek. Kështu që me dhejtin veç erdhë urdhëmi për me shku me i varros familjen Jashari që ishin të vrarë, 52 antarë, se unë i kom qelë vorët atë ditë, me fshatin pëllat jena shku për mi 20 vejt, jena ku që jena shku i kena hop vorët, edhe tu i hop vorët atë, orë dikush ka thonë ishë i vronë një të Sahit Jashari, ishë i vronë Nergermalla, ishë një i vronë aty, në me ndofta që është Gjafer Jashari aty, dhe shkum janë 11 vejt aty, edhe kur shkum aty, i shkon nëna e Sahit Jasharit në Nasal, Nergermalla aty. Po, kur i qplum ato e Nergermalla aty, i shkon edhe një shka hala, i vranë aty i mëtë pe Germalla që i këshën zotë dëtë edhe në nënsal edhe shkon Nergermalla. Po shket ishin shumë afer, në ata shkure e murëm ato e hjekum, dhe me thonë edhe ata shket në pond, e pond shkavën aty që është. Edhe në thanë, hup një pe këtu ujtë, edhe na e murëm e qitëm një dertë kaltë, edhe u largum pe atë ujtë. Ata e mërën shkavën edhe shtinë në halo shkavë, do me thonë me shlem, me gjyksur, me automat, me krejt, e mërën e shtinë në autoblin. Na e mërën me qënëm të vërrejzat për mi varros, asë si sëtë më kujtohet edhe ekspertiza, kërë bo këmë thonë që 2-3 fëshek të lavaske si konë gjepa në Nasal. Edhe qashtu u dollë kërë bo ekspertiza. Tani, pej atu ujtë ju më shkue për mi lypë mikin tim Gjafer Jasharin, i cili edhe ai ka qenë të lagjës të Jashari, që ka qenë edhe ushtari ushtrisë trimtar atë ditë, bashkë me komandantën legjendar, që edhe ai, do me thonë, ku me familje, ish pas 3 hunë bunker aty, e ku më nëzërë gjallë atë ditë,
edhe ormet e tina dhe me toj kom Ndërsa familja ka qelë pone për ta, ha? Po, familja në Gjermani ka qelë të pone për ta. Kanë menu që kanë vdek. Po, bashka ka qelë, me familjen e Bateriv dhe me thoi ka qelë, sa ta janë tafërm, ka qelë edhe për ta të pone edhe për familjen e vetë. Zboshke kanë mojtë minem, dhe të gjitha familjet e kanë mojtë zboshku. Edhe une arrita në borë aty, kur arrita e kom zatet hamdin nipin e tyne, e kom zatet jatesh smakicin, edhe në sub velicin që ishin kohë aty në bërë të mishve tonë. Edhe unë ju drejtova që a janë gjallë, tha jas janë gjallë. Thash unë e di që bunkeri është nërë motra kokodhomën është një bunker që është i marun, atëherë tani u binden që pidiun aty edhe shkum të lyp e gjeta unë e Gjaferin aty. Gjaferin me 11 antar, plus edhe nonën e ka pos 60 vjeqare aty u konë bunker, e ka pos edhe një me të metë në një thmi që u konë shumë në gjendje tronë. Ata ishin kohë thuja tonë komë, kur ju ma vytën e për mi kopë, aty të bunkeri për mi kopë atë derën, e ka ngreja me dësin gjiru ku kam i këput gishtat, esish edhe ja ka që automatit, ja ka njësë me në bërtis sërbisht që i largonë si u vras tonëve. Edhe atëherë une, tu i thonë që unë jam miki fetajt edhe të e morë me të mirë, ju më hiju në shpejt dhe ja kom gjitë për automati, a i mos ka mujtë me se helë shënë në kom. Edhe i kom dzerë, pe atujt edhe i kom quen për kas tepër, të Nezeri Smojli. Ma se që i kom lotë të Nezeri Smojli, ju më këthuja pet pe atjet, për më ardhë me unimu këtyne për me varrezat, për me i qela të me unimu, po shket këshim pas do urdhën që asë një njëri këtu zbon me konë për me. Aty ka pas shumë, edhe hoxhallar që u konë një i prizerejnit që nuk ja di emnin për momentin. Fetaj, na ka drejtu me mulla jetullojnë e Polacit, me drejtu e pe kible, ka unë kible, ata na kanë kalzu ka me qelë. Ka pos edhe pe kline shumë, të klines që jenarë na kanë një mund për mi qelë vorët, s'kenderojt, po edhe Polacit ka pos shumë atë ditë që i kena hop vorët. Kështu që qështu kanë ndodhë ditë aja në gjare. E ki edhe një rast interesant, pasaj sot nëse s'ka bëj, kur General Samil Ushtaku të ke shpëtu jetën. Qësh ka ndodhë? Po jo që ja kum pështu jetën generalit që ajo ko janë më tështë jetën s'ku mujtë me ja pështu, po kështu që ata ishin duka ordhën neve me na ushtru me 2 oficert, Kamer Homzën edhe Islam Mecinin në Polac, me na ranis neve aty edhe me na kalzu qësh mi përdojrë ormet, se kishë 3 që alo nuk dishin qësh mi përdojrë ormet ato. Ata u kume ose beja atëherë një armë pushim, po shkjetin kote listat e zonit që i thujmë na, edhe këta janë zatet në ta. Edhe Samia del pe keri për shkak që e kanë pos bashkimin generalin, bashkim jashorin, e kanë pos, dhe me thonë kërë aty me nëredin Lushtokun, edhe Samia, Kamer Homza dhe Islam Mecini. Edhe Samia të nalë makerën edhe del pe keri me Kamer Homzën edhe shtërëhuen mas një traktori. Po atë shkjetë të zgjushin as ta dhe që jena orë na. Kur janë orë ta na kanë kalzu neve, une vesh kum arrit si kanë kalzu e, dalë më shku edhe me nëna një më dalë për para, i kom thot pa më vro mu, ti s'ki më vro edhe më ka thonë mos gjuj njerë. Bravo. Basajmen, e ki edhe një diçka interesante, në vitin 94 kanë orë dhe parti politike dhe në taku me komandantën legendara Adem Jashari. Qka është litë aty dhe qka ju ka thonë Ademi nëse... Po më kujtu edhe. Po janë orë dhe nuk konë ku e dim në të konë. Edhe... Kush ka orë prej partive? Ploku, nëse ishën pas orë në ura ta. Nëse me amna s'pi për ma, në u konë, më zga bufra konë unikumbi, dhe të unikumbi, dhe televizës e në konë, dhe të burgosin politik. TLDK se ka pos? Valla më duhet, s'po vëzoj me thonë, se s'është të marruk dhe pejë si banë më lafë, jam të menu, jam të mujtë miro, kështu atin. Plokën isa me vetë, pa i s'u më kalëzën këtu sene, se po dhe të më superzi. Qka ju tha Ademi atyre? Edhe erdha Ademi me Homzën, në Brombe, në terë. Edhe tash, Homzën gjithë shkollër për pjetën në kullë, Ademi qitë me Mitërles. Në dirë të udës. Gjujti? Po, gjujti, kështë bërë, jashtë atë të cëu pa dhe. Edhe hene, në udë atë, bashkë qështë e qëtë në televizor me mjekër, Mitërles, automate, katarësh adin, bumët për unë. Si qeshtë stupë? Po, edhe hinë aty, ata beten, ata musafert. U penën? Po, u penën, një unë me shi Sarkis, janë isi për qenë aty, zë më vasë bardohë, ju dëke i vëcër. Edhe nuk mëjten me razit, sojten me bum aty. Qeshtë ka ju tha Ademi? Po,
më banë në lapë për luft, më bashkan gjitë me liftu për venin, më bo populli bashkë, më bo për shambull burguesit politik për qenë ikonë në burgë për kështu e në atonë e këtonë, edhe aty partitë për shambull e kanë posë një farë kështu që për luft, edhe për shlirim, po shlirimi nuk bëhet me lapa, dhe në du të miko pushken, marro me sejtën fort me razit, edhe kanë 5 mëngjes, dullim i për cilë, me të nga dhejme dhe homë zanut. Edhe ta shkudullim aty për dyrëve, për përshëndet plokë ata, se do janë konë 30 e kohë që asajde. Tha ka kena shpinë, tha moja, tha që sajde, tha drejtë shpinë, tha shka në zy o burë, tha valoj, tha këta e kanë qitë, tha vetën, tha pështyrë, tha me tha sunë ta mushtim njëri. Edhe faktu ko problem mushtim se pejtë në altë e nishës. Kushtë ta në atat partive që me ademe se në shtim? Po, sunë me ademe dhe me familje ty, nësu i nga mushtim burë, tha se këta e ndollë, tha për ledin, tha këta u zërë, tha minjek. Na, s'kena, tha për tha ka qik. Se tash ndodhen për shembull problemet për natë nishën, ndodhen problemet janë nesër me dol gjinja jashtë, nesër me lëshu venin, nesër me lëshu mësuesat për shembull ka pa venin një pjesë. Janë nesër për shembull ty do të lëvizet që janë kohë për shembull kështu nesër me lëshu se tash për çetë televizore, në trajshon në televizore nuk rrah. Po tash për shembull për Gjermania, për atje, për Belgjikë, për atë të sumë nuk shlirohet vani kon. Do të them, e ki edhe një fotografi interesante me pushkë. E ki ti sot e kësaj dite e mbon pushkën e Adem Jasharit, a është të vërtet? Po. Që vije ti, a? Po, që kjo jam unë. Që është pushka që ta ka dhonë Ademja? Jo, kjo pushkë është me plokën, me bobën tam, e kanë rru me një automat e ko shamin e lithë në kryo. Ademja është automat i shkurt. Po e di e kom po. E automat u mërë në besi, kur e mbro policia në besit në 82-ën, a 3-ën. A kje pushkë është që e ka pos Ademja? Që kje pushkë është që del aty në televizor me tonë. Po, e vërtet. Edhe tani plokë e kanë rru me pushka, e ka morë qatë automat, e ka pas mu Selman Berisha, na i kena thonë Berisha, jam në tash nuk jadiv, si kena thonë Selman Berisha, e plokë e ka dhonë automatin, tani plokë e ka morë tonë, edhe metë, tash e kanë rru për najt dita, qështë e kanë rru, tash nuk e di, po maromi, edhe hala egzistë kjo pushka. Themi pak edhe në ditët e sotme, për shembull, kemi po që qeveria aktuale që është, kjo qeveria fundit, dhe më thonë, e ka pos në një farë turme, një farë gjumë pak si fyse, denigruse, përqarse për ushtrisë lirimtare të Kosovës. Çka mendon ju pasaj me? Qërë, son jam edhe sekretari Degës në Skënderaj, dhe antore i këshillit i kryesisë në Prishtinë. Na e kena bojkotu këshillin organizativ qeverisë. Jo fejsa se u mënum pak me nevesh në farë këtë mejdat e kështu edhe në kjo politika. Ja i kanë bojkotu fejsat e në atonë, fejsat na në se bojkotujnë, se kjo fejsë të shtëjune, na vete kena bo këtë fejsë. Ata se kanë posë komandant të ademin, unë e këmë posë komandant të ademin. Edhe kur për ime nuk asë ushtari shëmtore se banë ato. Veç unë e përshamu nuk mëj me shku në këshillë organizativ me një që ka që dosje për ushtrinë shëmtore të Kosovës. Me një minister. Donika në këtë rrasë? Donika po. Nuk mëj me që Lula përshamu me një minister përshamu që nga ka që mërçënore. Që është këtë rast e korona? E korona. Nuk mëj me që Lula përshamu me Mimoza Kusorin përshamu që kanë bashkëpunu me listën sërbska, me na hik neve për pogës minimale. 5 vjet u banën, dhe me thonë, protestat invalide, rëgullu si afkan. Veteranë vja hekën pogat. Mos muni, tha për jashtë vani, se për jashtë vani është turizm. Në televizoratu e kene me hinë dikun me një për gjove. Bonjat nuk ka nevoj, tha me shku, bonjat, tha invalide, tha në bonjat, tha se s'ka nevoj, tha me shku, se bonjat lukses. Tarve sa orme, sa njëri është i prështë, që është Moskovë të plavunë, veç për stuit, që ko për lope, ko për ketë Kosovë që në shku në Shqipëni me morë orme. Veç për lope, e dhe atje me shku me morë orme, më mushën me kra, edhe me punë për shamu që konë në Kosovë, e me flajtë në për bishkë, në për burë, e në për prita, është bodë. është bodë. Ti kryetari i veteranëve? Veteranëve në Dega në Skënderaj. Dega në Skënderaj, ja? Shpesherë është përmend edhe kryeministri Albin Kurti që është veterana, është veterana ju? Po shazotën, qërë me atë numrin e sakt që shtojnë, nuk është, po ajo konë zyra dhe më dëmoqit,
nuk e di se në Prishtinë s'u ka kur, unë e di veç për prekaz dhe për atë pjesën e luftës. Në Prishtinë s'u ka, nuk e di, au koma s'u ka, veç se di. Pa dhe në Prishtinë se di s'u ka. Në Prishtinë s'ka pas luftë? Valloj, s'ka pas, do ka ku dhe kanë pije, makijata. Pazacu, a i ka shtu numrin e veteranëve, a është keq edhe fatkeqësi? Po, e qëre, a i numri veteranëve kuptohet që u shtu numri veteranëve, se na si ushtarët ushtri shtirimtare, dhe që u bu mobilizimi me 21 të parit, 99, dhe më thone, jena ko shumë pak, që atër u rritë numri u bo dikon 12.000, 13.000, që aty dikon. Po tash, u rritë numri, u rritë numri, se këtu aty pse u rritë numri, se batalioni logjistikës për shembull u ka emergjencë, ta i kanë bëhe ushtari, kanë krye emergjencën, i kanë krye knenaj, i kanë krye shumë sene dhe janë ngritë. Po mbi tana mu më prek një çështje rreth ushtri shtirimtare që 6.000 gra ose 10.000 femna shqiptare nuk kanë qenë ushtarë të ushtri shtirimtare. E tash 10.000 femna mi marë për shembull sot veteranët të ushtri shtirimtare që kjo po më prek mas shumë ti. Nuk kanë qenë. Tash populli e ka dhënë një kontribut vetëm kështu të jashtëzakonshëm. Tash për një numër që është i veteranëve, do me thonë flitet 60.000, se nuk janë 60.000, nuk janë 60.000, numërin e saktë nuk e di, sa është saktë nuk e di, po nuk është numër i madh. 98-ën i ka posë Kosova dikon ofer 2 milion, 2 milion, 98-ën. Me qëtë numër sa është për shembull, se me këta që kanë dha ujë, me këta që kanë gatu, me këta që kanë lot tesha, me këta që kanë çuar pore, me ka kretë, me këta që kanë liftu, me këtë dikur një kontribut më të vogël që ka dhënë, që ka bo veteran, do me thonë spirrok dikun as 2%. Që për rritin numra apet për baj 3%, 97% do me thonë s'kanë mujtë me dhamat kontribut. Tash, për qëtë televizore, se në s'pja baj ato, për qëtë televizore për shembull të ikë për Shqipni, për Macedoni, kolonat, burrat, mos të iset vesh shumë vesh, djep gjyksin sa dera. Tash, për kanë ato rejtë, mu po ma mërmejë se gjithë kjo rejtë që orë ndaj ushtri shtirimtare, veç të dekni nuk është të rejtja. Se na që ajna gjallë, nuk përna lonë, gjallë përna thonë. Gjithka, po gjithka përna thonë. Edhe zdi që s'pju vje morë, po pjeshe vejten në televizor. Tu ik. Pjeshe vejten në Macedoni atje, për shembull të shaturat, gjykse sa dira, pjeshe edhe në televizor. Tash ju thmija ju kanë rejtë, bab, ose bab gjysh, ik me groa, s'ke bo kur gjë për Kosova, tash mi vjeni nota i mes dhe kusht ta i ka me bon, ka me full keq me i aty me shonë Facebook. Po, e me shonë Facebook. Tash, une kërkej, pe shtetit të unë, se asi qeveri shumë nuk ka bo, veç kjo ja ka qit kulmin. Që asi qeveri shumë nuk ka bo për tonë. Jo do shta mund të veç, qëtu të ishta mund të tërprit, pasajmen, që ti e ke njoft edhe figurën në natyrën e komandantit legjendar Adem Jashari edhe ke lenë shumë me ta. Po të ishte gjallë, po të ti kesh pyetje Adem Jashari, cilin prej politikanëve mendon që ti që do ta pëlqente? Stasha? Po. Valloj, asë një. Pas ata që janë hogë? Valloj. Ata që janë hogë, ata e kanë kontributin e vetë se, unë e thash edhe më herët, mës të ishte 5-6 të morsi, edhe familje Jashari, edhe një grusht burrash që vetë në Kosovë, që ja kthej identitetin këtij vendi. Për ata burra, se tash edhe mund dham zemra, se për ata s'mu kujtua, dhe më shtu, tash edhe se tash mirë bone, mi ki drejtë, se unë tash për ta që i në Kosovë. Mirë bone, për ata burra, se unë e thash, kanë bo pa di, për shembull edhe tash më shumë me qitë lula me ato me bo humorë, unë nuk bëj. Për ata burra, për këtë millet, do të me orë more këti shteti, mas pari se nuk ka dhonë, bon kurgjit për ata. Në paskona Adem Jashari gjallë, a ju këshim pëlqy ata ju? Unë më në që po? Situata që shurët po. Situata që shurët po, po apet shqyqyr që, po apet po thamë, shqyqyr që u vëro, e s'pëna she. Pasaj Suf, po këthejme tek një pjesë interesante e juja që ku zbashku me 1400 vetë, ja keni mësi kufinit edhe keni dalë në Shqipëri. Fakt si ka qenë vërtet paske? Po, mase që u buhe lufta në prekaz komandante legjendar, edhe në Likashan, jam synë kufinin për me shku për armë, me morë armë,
dhe për më armatos, edhe me dojtë zotë t'i veni, u bashkan gjetën shumë të ri, dhe me 2 korrek mësym në shkun në Shqipërije, dikun 1400 vetë. 1400 vetë? Po. A është së gjallë, dhe më thonë ata, ka për tyre që kam vdekë? Na, kër jem shku atje, jem armatos me 2 korrek kena njës për Likovci, për gjithë që kem pas Musligecin, Rasim Keqinën, për në Shqipni atje kem pas Abejn, edhe Bedrishalin. Me të 14 janë armatos, dhe janë njës për në Kosovë për më ardhë, kër në ardhë në 2:05 minutat natës, janë ardhë në prit të Rasta Zogut që është në Badesh, komunën e Junikit. Aty janë ardhë në prit, janë ako me 75 kual, ngarkut armatim, edhe 1300 vetë janë kohë, 1300 vetë janë kohë pa kual. Kështu që, kur i në ronë e prit, ato janë 40 dëshmorë të ronë, edhe për mi 200 janë të plagast. Ma funksionen sot këtë grupë që ka emrin? Po, këtë grupë funksionon pej 2023 që këna lo emnin Shqiponia të Arta, sa atër nuk ka pas emën, as nuk ka pas grupë, as nuk ka pas atër e në kohë të gjitha trojet shqiptare këti grupi, për me marrë armatim, atër s'ka pas emna as brigada, as është veç grupacionet fshatrave në kohë, që në kohë të mnu. Si fshati Palat, për shamë, që në kohë 8, që azim zonën në këna pas për gjithës të grupit atje, e kështu që veç grupe në kohë, po na muj me thot fol me atë vend aty, më shkuj këmë gjithë, që është në Bashkim Karolli. Në fatën nëse s'ka bëjë regjia tuat, i su futit, dhe më thonë, të kërrosat e... Këtu i e, dhe më thonë, të thonë? Po, pikërisht këtë vend këtu është që u vendos plaka e Bashkim Karollit, i pari dëshmorë që vëro atje, këmë qunë e këmë vendos plakën këtu, edhe është Adem Ademi dhe Ramadan Fazliju për momentin, jenë konë atër, po tash janë folë me 14 dëshmorë që i kemë zbulu që janë konë atë ditë të ranë aty, janë edhe 26, ose 25 halohe për fotën e tyre nuk dhjetë. Kime disa fotë tjera nëse s'ka bëjë ko regjia, dhe më thonë ti, dhe më thonë tek... Këtu i te, apo? Po, këtu është Bashkim Karolli, është një ditë shumë e veçanë për mua, për këtë bashkëluftetar timin, që e kumë posë bashkëfshatarin tim, bashkëluftetarin tim, Bashkim Karolli dhe dëshmorin e Tjetër foto fshatit duket Polat. ka foto edhe tjera regjia. Edhe këtu? Këto janë që janë ardhë në Garkut, në këtë grupë ka qenë një farë Balikatravella që i thajshëm, ka qenë me neve në këtë grupë këtu, bëjshëm ajgare me të në këtë grupë është duke ardhër për armatim, gjdo njënë në i kena pos ka 40, për mbi 40 kila unë shpinë. E sot jeni gjollë halo Shqiponia të orta, a beja në Bedriu, apo? Po. Sonte ne jemi mundu edhe i kem ftu disa antarë të grupit Shqiponia të orta, a beja në Bedriu, ta kem bosi surprizë, edhe ata sonte vinë të kënu. A i ftoj? Hajtë. Me dorë të gjithi hajde. Mora fjale, mora argol, mora qarkull, e thurkan, bashkë gjendari, ti këndoj, Adem Jasharit, ti këndoj. Hajde, vazhdani, tash sa vjet, tash sa vjet, zeshe drenizin e vërshakun, tash sa vjet, se drenizin, tash sa vjet. Faleminderit shumë qërë. Faleminderit. E salti nëse s'ka bëjë është i ma i riu, a? Një ndër më të rritë. Po, E sa Jasharit. Po. Faleminderit shumë qërë dhe sa. Faleminderit sonte ku ka prezent edhe miku jam Akim Huti edhe tjerë. Ju faleminderit shumë që keni gjithë kurën edhe me qenë sonte pjesëmarrës. E sa? Dhe ishte mund të lidhë edhe ma herët që ishim duke full sepse ti nëse s'ka bëjë i kusheri me komandante legjendore Adem Jasharin një rritë bashkë me fëmijët. Nëse pika shkurta nëse dë me u kysh ti para se me dollë tek grupi ju. Po, unë
Lagjës Jashari, të më thonë, shtëpia i kem që aty 200-300 metra në me veti, është e vërtet që deri sa ka kris lufta e na jena rrit krejt fëmija e Lagjës bashk, na ka do veç nata, kena shumë kujtime, komandantit, Bacis Hamze. A jeni taku me komandantin legjendar se ti kishe qenë edhe problem se e vuni ri? Po tash, nëse më jepet një 2 minuta, Po, pa problem. me dol pak para se me kris 5 marsi, të më thonë fabrika e barutit, moli ku e kena ato kopën në Lagjën, mas luftës të likashonët e Qerezit, ato veç vishin forca shumë me kolona ishin, edhe na fëmija e Lagjës na ato na konë të ditën edhe i poshëm. Tu i theshin arkonin atër, si në gjëpë shumë fort, edhe ishin forcat në fabrik, na i poshëm, frejshin të telat natë, është edhe tentojshin me na marrni dhe me na kindabudi kanë të Lagjës, është një Idriz Idrizi i Lagjës pak më nalë se na Jashartë, kur u konë të kalua nejna mrapa fabrikës, e kanë thirë do gjiva mu shku, së dhe dita njëri nuk dijet ku është heq. Migjen tem të herja shore me kanë thirë të e qelë shëturën, para 2-3 dit para se me këtë lufta, 3-4 dit, ata veç tentojshin sa ma shumë me kopë që është njerëz me kindabu pa zhurë ma pasene. E kanë thirë migjen tem që ashtu dhe me thonë, ju ka shku ik, po ashtu edhe une me besimin e me Hamzen, me besimin e Hamzës për mënej, me Iqbalin, i këshin marrë lufta ka kris e ejtë, u kom ditë e ejtë, me ditën e hangë, u kom treg në Skeneraj, edhe kër i na qunë me në gjes, i këshin marrë shkit dhe qetë Lagjës aty, i këshin marrë edhe i këshin prej, i këshin vjerë tela, shpia jam është mas nati me fabrikën, vetëm rruga na domë, si na qunë me në gjes, i kina po të më thonë që i këshin vjerë ata qetë, ata i kanë bo një farë mënyrë me frigu Lagjën, ose edhe kushtem të më afru një kopë, një jek. Edhe na i kena posë telefonat e shpis dhe një pjesë e Lagjës, e kom thirë direkt besimin e Hamzës telefon, i tregova qështu, tha më si prek se kena një ato orë dhe na. Orë besimi, orë dhe Iqballi, Bacit Rifat, dytë me revole, me bume, une kisha një revole të bobës një shtatëshe, edhe jena afru të telat. Edhe i këshin mor ata i këshin lidhë me do fartoja, i këshin ko pashtu, edhe na i tu i prej, tu i shtyja, na i tu i gju, ata ishin ko ratë, një 7-8. Edhe do ishin ko me mos, ka do të lynë, na kanë thirë me dorë, na kanë bo do gjiva ma ata neve, edhe na veç javë që i shumë gishtat, i rëzum qëti që të manena, edhe i shojshëm na do fjallë që i di shumë sërbesht ata, po isha ditë e hone, ish treg Skeneraj, kish ato levize që bajshin, shatorët vishin të i prekozit e i për prej gjithë koshit, edhe nuk na banën kur gjo, u të rjekum na, i na shku bashkë me besimin, me Iqbalin, edhe do vlaznit mije, do të qenë konë ato dhe djemë të rritë na bashkan gjithën, i na shku të Baci Hams, e i kena tregu, qështu, tha bravo i ku djemë të mi, na i preke faqet, flëkt, edhe me dalë tash të 4 marsi, unë e kom pos fatin me taku komandantin legjendar në Lagjën e Lushtakve, dikun ka mesi ditë si shkon, të një shiture ka pos u këshin Lushtaki ato, i shkon në komandantin legjendar, Nura, i shkon edhe nja, si në gjafsha ata tjertë, i shkon edhe do tjera ato, edhe i shkon ata të nisë për tic me shkumi po, ata të plagës, janë plagës një ka shanë në Qerez, i kam pos punë të veta, nëse jam himi vetë më shumë, edhe e kom vetë komandantin legjendar, thash më skina i fishek shtatëshës, ramesh shpirti pos, e ka pos një farë kolejtë me tilkurës, me patente, ka qelë, ka kësyra të, thatë shtatëshës nuk kam, edhe nuk u gjenëshin ata fisheksh, edhe unë e shkova Lagjës të poshtë, unë shkova në Lagjën të unë Jashari, kur shkova në Lagjën atë, e lash revolën shpe, bobe po që s'janë fishek, të mrej pak i ka pejdore, edhe shkova Lagjës apet ka shpia e komandantit, u takova me djemë të tyndë, me besim, me kushtre, me fite, me tonë rishën që ato ka dyrt, vishin njerëzit prej të naun, dhe do me sakica, do me tërkur, ka o, adem Jasharin armet një mund, Allah e theke armë s'kod, her dilke bashkimi, her dilshën ata, dilke Rahman Rama, ka najtë shumë ato të na, edhe u fillu më bo pak ora 4-5,
Unë u largova prej, u përshëndeta me ata djemt, edhe nisa morë ka shtëpia jam kësaj, dhe u zateta me Ajzer Jashorin, u zateta me Shahin Jashorin që janë dëshmor, edhe Valdet Jashori është gjallë, edhe jena të ecë ka të shtëpia e Mejlis Hamit edhe Sala Jashorit, babën e Said e Musa Jashorit të shtëpia të tyngve, jena ka të nejtë, i poshëm në fabrikë, liveçin tuba, shkojshin ata për poshtë të pjetë, po najna pas bo si njëjtë, të i po ata gjdo ditë. Edhe i në kontinajt para deres shpisë të Hamit Jashorit, në kanë gjupe i fabrikës Snajperk. Ure isha shumë i vogël me trëpni, kom pas 15 vjetë atëherë, Valdeti u konë 2-3 vjetë me mason, Shahin Jashori u konë maj më shumë në atë kuj, ka pos dykon 23-4 vjetë, e kanë gju Snajperk ato, edhe se ka rogë plumi, po veç ja përrejt jasos i ftyrën, i në hinë në shpet në dyrët Hamit Jashorit, ato u shkonë në nasolë. Edhe nga ka po qabo, i të regumë qështu, e mërë do uja gjujti Shahinit ftyrës, jena hinë shpet me Mejlis Hamit, edhe tash i në dollë ka aja dritorja ku po ke fabrika, pe kujt në gjojtën ata neve, ato kërë na hi, në të dhomen ka fabrika, kishim pos plet, kam pos plet kalasha, 2-3 përshkuma të leza, kam pos zëlla, kam pos mina, edhe i këshirë shumë shkit tash në fabrikë. E i morëm dërbit, i këshirë kemi Gjahamet, i këshirë ke erdhen ata vllaznia qere me Sadeke që tonë janë dëshmor që i kanë radit me 5 mars, i këshirë shumë dërbi, i po shumë atëre i morën motorkat e druve, i preshim drut, ata ishin konë të i përgatit për të neset me hi tenkat me dojë prej qati venit. Edhe unë e kumë nejtë anë ato me ta, me Gjahamet pike cigare, pishëm qaj, rishëm, i këshirë shumë djetin ku. Që ka ndodhe aty sat? Atëherë, unë kom nejtë atë deri, u të ru, nana salë ma boni, tha, i ek për këtyrit. Tha se do me kris lufta, tha s'po du mi posë edhe gollën tone. Tha që jam, unë s'shkejsha në shpese, ashtu me bobën do fishek që argjovo mik, i mrej edhe zesha me shku në shpe, po por i këtu më ka qitë e dera, jam këthuja pet. 2 herë më ka qitë e dera nana salë, unë jam këthuja pet mena. 3 herë më ka qitë për dere jashtë, ta i largof, ta se s'po du me posë edhe gollën tone këtu, ta se lufta dhe me kris, ta i ka i shet që pi prejnë, ta molin po afruen, ta për me donë. Unë ka qitë prej atyt, bës të raja tu, konë edhe smal baza i Tersenikit, Miki Musa Jashorit të konë ato, edhe ajo rao ato dëshmor. Edhe unë me shku në shpe nuk shkova se i prisha punët me babën, shkova në logjën Lushtoki, ato i kom pos do të zakë, edhe në mëngjes në ka thirë burritezës, tha, që në tha se të ju po krisin pusht, unë me një të zakë se Fedil Lushtoki u vrolla i luft, jena shumë me një rend të pusht, ato në pej logjës Lushtoki, ku dëke logja ju në duket krejt, i në nalë që ato pak me nejtë, për një moment, veç i kina po tenkat prej ku e ka shpin me Gjahamet, fabrika që është ato ku i këshum pona me 4 mars ato i prej drut, atëherë i kina po veç kur janë dollë tenkat prej aty, një 3-4 tenka me hasë. I kish gju dikosh, najmë Lushtokja me do tjerë janë konë të një shpi, ato është nërë Lushtakt, i kishin gju, edhe ata zërmenën, nësi i kina gju, në kanë gju mu dhe që atë zokin, këtë tu ka shkej ke plën, jena gju një farë kanali, jena shku të logja Lushtoki, ato mok janë nisën me kriz tupi, janë nisën me kriz ma të roja, qasu kriz ma shumë kërsh kisha një teme, edhe janë nisën Lushtak mi qitë grote traktorat e mi largura pe atyt, edhe na shkum bashkë me ta, unë gjithëm ka logja Kodra, kër i da shku të logja Kodra, i kum po këta grupi Kodrës, ishin pështet prej Ilkenit, anë i këshin a futenkat, ishin Fadil Kodra, zënën e Tahere, krejt ata. E sa, këthejmi tek grupi, se e shpiku bahere të këthejmi tek grupi ju. Grupi jonë, do me thonë, mazi krisi lufta në prekaz, qish krejt popullësia, do me thonë, Serbia menoj që u qekeja, u shduk Adem Jashori, po dollën tani Adem Jashora 3, dollën trimat, që dojshin veç me marrë arme, dykosh kesh arme e qetë ke arme, dykosh e bleke, po shumica s'keshin edhe mërën vendim për me shku, si shkojshin tonë grupet me shku në Shqipni me marrë armatim, atër i kum bashkan gjitën e grupit dojve të mi të palacit, edhe jemi njës për Shqipni, unë jam shku për me Sulqini, këta jam shku në komë se Sumershën, jam Kojri, jina zatet Shqipëri, edhe kina najt atje një 3 javë, jina armatos, kina ushtru, edhe u bo grupi shumë i madhë në Shqipëri, kër jina shku se vishin edhe shqiptarët prej Evrope, vishin këta prej Kosove, jina bo shumë grupi madhë,
jena nisë për me hi kufinet për Po, shpjegoj më herë, Kosovë, me krye me Bekim Berishën Abeje në Bedreshalën, edhe kemi rom prit, kena shumë dëshmorë që do i kemi gjenë, do si kemi gjetë halau, kena shumë që jam plagusën. Po, me siguri që do ta kem në talma një emision veç me grupin e ju, e sa? Une po ta fatin me hi, me gjysën e dojve të mi që ishë me ta, në grup me këta të palacit, pa të më fat me hi në Kosovë, tjerë të plagosën në kësën në Shqipni, janë mas do ditë janë hi edhe tjertë, edhe vazhdojnë luftën e ademjashorit. Jo i të knu nga herët, edhe i poshtë që i një barak edhe me knu, se dhe më thonë, voj burë dhe në konga. E sonte, une ju kom po një surprizë interesante, vinë grupi Reçauku sonte për me përmbyllë këtë manifestim të epopes, vinë grupi i Reçauku, Avdullohi dhe Luli bashka. I presim me dorë dhe gjitje. Never got more.
erdhe Luli edhe Dulla dhe grupit përmendë sonte. Po, vallaj. Jam i me lotë të bashkë me atë. Po, ma kanë lodhë ata, ma kanë për të rinë. Ma kanë për të rinë ata, po. A dhe me shi që E humojnë dhe isët. hajde. Shekullor, e don mejdan me bura. Hasmi shekullor, e don mejdan me bura. Këtu I thojnë drenis, dhe si flak për flak, bashkë si kur dhe burat, po lutojnë dhe grat. Bashkë si kur dhe burat, po lutojnë dhe grate. E nga kulla legend, rreta dhe mjashari, rriten anasal, e utringa e prekazit, rriten anasal, e utringa e prekazit. Kushtem soj lirin, në ngjeshi armen mbrez, lëket kosovare, nana tu që kës. Lëket kosovare, nana tu që kës. Nana sal trimnesha, gjallë kullën sirëshër, veç në lullet balit, pushka saj qëllën. Pali pal barbaret, dok po I palone. Jem ti kam një smalin, do të vinë me lirin, si kam rrit për vete, po për shqiptarin. Si kam rrit për vete, po për shqiptarin. E nga kulla legend, rreta dhe mjashari, rriten anasal, e utringa e prekazit, rriten anasal, e utringa e prekazit. Kushtem soj lirin, në ngjeshi armen mbrez, lëket kosovare, nana tu që kës. Lëket kosovare, nana tu që kës. O, zamra flu. Bazament ishta me përmend që këta që po kënojnë sonte grupi Luli është edhe vllai dëshmurit, janë grupi Reçoko, janë ndër folkloristat më të Zamra mirë. flu. Kështu, njerit janë edhe Luli është edhe vllai dëshmurit, apo Lul? Lavdi. Lloji këti ka marrë pjesë në grupin e muj Krasniqit me mu bashk. Lloji këti Shairit. Nena, Po, mas s'dull. Mas Adulla po është me përmend dy fjalë për vllahun tan, se po thotë ka marrë pjesë në grupin e muj Krasniqit. Po, pa tjetër, po me gjithat, unë menoj që Mehmetit nështë ta kanë ma shumë me forë se kanë qenë bashkë, po vllau jam tash është I ndjerë. Thashtë më herë vllau dëshme. Po, pas Mehmet, t'ja lom atër Mehmetit. Pas Mehmet thonë më herë që
Thash se vllai i tij ka qenë grupin tonë me grupin e Muj Krasniqit, pjesë marrës në atë BT. Po edhe aty si folëm pak më herët për grupin e Shtatëmbëdhjetë Korrikit, atë edhe në atë grup ku mor pjesën ai grup që edhe aty kemi pas një betejë shumë mëdha, por edhe kemi pas humbje shumë mëdha. Muj me thonë që në dërpeteja që kemi humbë pas Lozës Qashori, aty kemi pas humbjen më të mëdha grupi me komandanti Muj Krasniqi dhe 40 bashkëpunëtor Tina. Në atë betejë ka marrë pjesë edhe vllai Tina në atëherë me pseudonimin Curri, tash i ndjerë. Dihet me 14 dhjetorin, Atsari madh ftohtë. Dhe Nëse s'ka bëjnë qatë grup ka qenë edhe Gjevdet Qeriqi, a? si? Gjevdet Qeriqi. Po. Që kam i thonë tjetër në veç më i falendru sonte që keni gjetë kuën edhe keni mon mundin me orë sonte për fund ja la me mbyllë bas e s'dull edhe lullit edhe me një kom. Falenderit shumë qeshë. Falenderit, respekt, falenderit. Për ftesën që ne ke bon, vërtet është nderë edhe krenari me këta burra, që rrethyn këtë ngjarje, sidomos ngjarjen e 5-6-7 marsit, aq sa është krenare ke për neve dhe emocionuese. Prandaj ty një falënderim që na ke thirrë neve sonte si grup, që t'jem me këta djemë të dëshmuar në luftën e OÇK-s, t'jem sonte zbashku. Falenderit shumë ambasador që gjithmonë vjen sa riftë. Lujt edhe ma